Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun xhallahu ala që të na bën nga robët e tij falëndërues, mirënjohës dhe begatimet e tij dhe kërkimfalës. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllënderuar, jemi duke mësuar për emrin e Allahut el-Muqaddim dhe el-Muakhir dhe patëm rastin që të njihem me kuptimet e këtyre dy emrave dhe me një ndikim prej ndikimeve të rëndësishme që duhet të bën ky emër në jetën tonë të përditshme, ose që duhet t'ia lejojmë këtij emri të bën në jetën tonë të përditshme. Edhe pse kjo pikë që e fillova me këtë temë është një pikë e gjerë, nga se rregullon tërë kaosin në jetën tonë. Këtë çka kemi të parregulluar në aspekt të renditjes dhe problemeve tjera e rregullon el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Ai na mëson çka duhet të përparësi, me çka duhet të marr na edhe gjatë ditës tonë, edhe gjatë javës tonë, edhe gjatë muajit tonë, edhe gjatë vitit tonë, edhe gjatë jetës tonë në përgjithësi e kështu me radhë. Dhe sikur që e përmenda, shumica e problemeve që na ndodhin neve si musliman, edhe në rrafshin tonë individual, por në atë shoqëror si komuniteti muslimanëve, edhe në atë në raporte me tjerë për shkak se nuk e kemi të rregulluar listën e prioriteteve si duhet. Andaj e gjen një njerëz i cili është ende fillestar apo konteston për shembull qëndrimet e dietarëve të mëdhenj ose konteston gjëra të mëdha që hoxhallarët kanë dhënë qëndrime për to dhe ai nuk bindet se kjo është e saktë dhe vërtet, edhe pse nuk din me dallu, ndoshta dy hadithe mes vete, e kështu me radhë, do të thotë si pasojë mosnjës edhe të emrit Allahut el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Prandaj e kemi më së emergjente që ta rregullojmë agjendën e preokupimeve tona aftë. Ka se vallahi për sa vonohemi në këtë rregullim do të jetë sikurse me vrapupi merrës në safa. Do të jenë xhiro të panumëruara. Ti ke ngajt, po ti ke kalu kohë, por xhiro e panumëruar është aftë. Nuk llogarisë se ti ke bëu diçka aftë. Prandaj për shembull, nëse një musliman tash i cili ndoshta i ka disa vjet që falet, ndoshta i ka 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, s'më rëndësi, apo dhe dëshiron që tash të vazhdon më tutje, me konsultu një dietar, i vjen rasti për shembull me konsultu dikën, për njerëzve dishëm. Takohesh me te, ke dëgjuar se shumë hoxhi i madh, dietar i madh dhe don me kërku prej ti, me të uzu, me t'ja pozime, për shembull, çka me lexu ose me çka më u prokuvuaj, me çka më u marr, apo ai nuk të vë ty që sa falesh. Ai nuk të vë ty asnjëherë pe i kajti. Po ai të vë ty ku ke mriti. Apo duhet me kon një rregullim. Që tu ke mri apo ti duhesh që kaq më vazhdu prapë. Ama nëse na nuk dim ku kena mri me ilm, Allahu ne di diçka po konkret çka din ti? Për shembull, që ta kom që libër e kom mësu, që ta kom lexu, që to ligjërata unë kom ndjek, apo është një renditje e ndjekur, atë është më lehtë me ton çka më bëu aftë. Bële për vetim kujtohet njëra, do thotë e pata thirr një pata pas kontakt me një pediatër të njohur botës islame sot apo edhe i pata thon çka preferon me lexu aftë. Tha tregom çka ke lexu, të kallzoj çka duhesh me lexu aftë. Ama nuk di, nëse unë të thamë do punë me lezu, po ti si ke kry do punë tjera, do është ato me lezu. Kallzom ti ku je, unë të kallzoj ku do të me vazhdu aftë. Prandaj, ka mundësi që mas 10 vjetë dikush thotë aftë gabim. Gabim, do të më kthejmë pikë të parë aftë. Pra sa humbim kohë bredhim, është e dhimbshme pak, po, nuk është pak edhe e lehtë me përballu që veçanërisht dikush që ka kalu bajagi do vjet në islame, bajagit, njerëz e kanë vetë për do punë kështu më radh, tash më thonë jo ti dush më kthy te abdesi aftë. Nuk ka lehtë kjo punë. Po më mirë sot me bëu se sa pet mas 20 vjetë më thon dikush, këto ke mund me bëu para 20 vjet aftë. Andaj el-Muqaddim dhe el-Muakhir na ndal, stop, ka dal. Merru me ata që është punë jotja. Është pak e vështirë, nuk ka lehtë, po kompenzohet me lejen e Allahut mënduar dhe nëse e respekton el-Muqaddim apo ose nëse e respekton edhe el-Muakhir, Allahu xhalla xhelaluhu bën që ti me shpejtësi të madhe të kompenzosh
po them kushtimisht thojza humbin eventuale që s'e marr më do punë të mëdha, ani le të vonohet umeti pa qëndrimet e tuaja, s'prish punë. Le të hjek umeti do vjet që s'nin qëndrimet e tuaja, s'ka gale, po ti përmirësoj optën. Ti përmirësoj. Nga se tek e fundit umetin qëndrimet tona, por po them kushtimisht që dikush ka mundësi më menu që unë nëse s'përzina këtu s'tam këtë mendim, tani ç'a bën ulemoja. Ata jesin keq tani apo, problem bëhet për ta, po megjithatë ja bojnë atë qysh. E përballojmë këtë krizë, veç ti përmirësoj dhe ndrejsh që duhet atë. Prandaj kemi mos emergjente, sikurse kemi përmend për shembull, ka do të thonë shumë prej neve apo i kushton rëndësi të madhe disa gjërave që ato po janë pjesë e fesë, ose po që nuk janë, ama janë të emnat el-muakhir. Për shembull, me marr namazin, veç namazin tonë me rregullu me emrin Allah el-muqaddim edhe el-muakhir. Sa punën na del. Apo na kemi rregullu namazin ndoshta, po tham deri dikun në formën e jashtme. Apo po forma e jashtme e namazit, a bën pjesë të emnat el-muqaddim apo të emnat el-muakhir? Të cili bën pjesë? Bën pjesë të emnat el-muakhir. Këtë Allah ka vonu për balë disa tjerave. Se ka nxjerr komplet, unë s'po tham që kjo s'bën pjesë. Jo, kjo pjesë e fesë. Mirë, pa bën pjesë të el-muqaddim atë el-muakhir. Bën pjesë të el-muakhir, se të el-muqaddim namaz çka bën pjesë? Ndikimi namaz në jetën tonë. Kjo është apo inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi është ajo që të ndal anil fahsha është çdo punë e pamoralshme, qoftë shprehje, qoftë vretje, qoftë vepër, çka do qoftë. E pamoralshme, s'është fahsha wal munkar, çdo punë qortuar. Këtë punë të këqija çka i bën njëri, këtë punë e shëmtuara që njëri ka mundësi me i bë, këtë vezët e liga që i ka njëri, Allahu garanton se namazi e largon. Në halaj kemi do që s'po na hjekën. Do të thotë na ende nuk e kemi rregullu namazin me emrin Allah el-Muqaddim. Se kemi përparësi ndikimit. Pastaj pas ndikimit namazit është përjetimi i tij dhe përshmëria në namazin ton. Përshmëri që din me kon bajagi nalt. Domthon ajo fillon ndoshta prej një niveli shumë thjesht, por kulmi nuk i dihet atë. Njerëzit që kanë fal namaz, do thotë kanë ditë deri në atë shkallë me qenë të porulur, saqë janë shkëpuar tërësisht për kësaj bote. Janë shkëputje tamam kështu si më u çkyq për kësaj bote. Për shembull, Zubair ibn Awam radiallahu ta'ala anhu ka qenë njëri i shtir. Ka qenë pak i shtir ka qenë, i nrujt njerëz për tina ata. Abu Bekr kur më i but, natyrë të njerëzve. Zubair kur i shtir. Që ta dhe gruaja e Esma, bija e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, do thotë edhe kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ftuar se ka pa duke bajt dru mbi qafën e saj. Ka pa çika Abu Bekrit po bën kështu. Apo se Zubairi ka qenë i varfër, s'ka pas, një kalje ka pas, s'ka pas mundësi për me çky për shumë zana. Andaj do punë, është dashur edhe gruaja vetë me kry sikurse burri i saj. Edhe kur e ka pa pejgamberi Esma radhiyallahu ta'ala anha, ka qenë me disa sahab, ka thonë i ka ofruar që me ndihmu me hyp në deve. Apo ka thonë e di që Zubairi s'ka qef, apëton edhe nuk hypi apëton. Që ka respekt një grus ndaj burrit saj apëton. Andaj ka qenë pak i shtirë apëton. Andaj kur ka hinë shpi, e kam pas parasysh që erë Zubairi. Dhe e ka kaplu shtëpin edhe qetësi dhe kujdesi deri sa ka marrë tekbir. Si ka marrë tekbir, Allahu Akbar, si kur së të është kallë shpia, s'ka marrë për shtypje. Do s'ka thonë kur ka thonë selam, pastaj çka këtu bojë? Jo, s'ka ndimu praktikisht nuk ka ndi çka po bëhet ato. Kjo shkputje na për ne është ndoshta pak utopike, e pa kuptueshme, por ka ndodhur. Ka ndodhur apo se ka ndodhur që do të thotë pe ashabëve të kputet këmba në namaz, qase ka qenë një lloj anestezioni për të. Ka qenë një lloj anestezion tërësisht, është pi komplet kur është lidh namaz me Zotin xhallahu ala. Andaj përshmëria është shkallë, din me kon din këtë mos. Dhe me kun shumë nalt, dhe me kun shumë ndryshe, apo dhe me kun komplet komunikimi drejt për drejt me Allahun xhallahu ala, që njëri është i bindur se pesha Allahun xhallahu ala. Ka se është ihsan, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, ta adhurosh Allahun pothuajse po e sheh. Andaj mundësia që të arrihet në këtë shkallë ekziston, përse e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pjesë e imanit. Me kon që nuk është e mundshme të adhurohet si Krishton që kjo është punë e juve. Kjo është për pejgamber. Ju smuni me adhuru Allahun sikur se ja. Po ka dhënë ihsan, ama është niveli më i lartë. An ta'bud Allah ka'annaka tarah.
ta adhurosh Allahun sikur që po e sheh. Për ata që kush Allahut e adhuron edhe kështu se ka përpara. E sheh, pi flet, pen dëgjon këtë. Madhinë Allahut e ka para vetë kështu me radhë. Kjo ka mundësi më ndodhë. Andaj, ku është angazhimi jonë në përmirësimin e kualitetit namazit? Apo, nga se el mukaddim të obligon këtë, kjo është, kësa i ka dhënë përparësi Allahu xhallahu ala, para të tjerave. Dërsa sa vite na ka shkuar neve, apo, duke u fokusuar veç, apo, në vijen e caktuar të suneteve, që janë pjesë e fesë, por kanë qenë në llogari të asaj, ose të atyre veprimeve, që Allahu xhallahu ala i ka dhënë përparësi, para kësaj forme. Ose këtu ka, normal. Tash, thot me thon dikush për shembull apo a kanë nënçmu sunetin dikush, se kanë një njerëz din me ta ngjit, që ka lshu dhe na thej që çështë falën tash po falet, apo dinet me bëu kësaj lloj kombinimesh. Sunetet, çdo sunet që pejgamberi më ka zbatuar namaz, mbetet sunet dini ul qiyames, ndryshohet kur. Mirë po, nëse dikush thot, rukuja është më rëndësishme se më qiu durt në tekbir, apo a ka bëu gabim? A ka bënë shkelje? Nëse dikush thot se sejdëja dhe përjetimi i sejdës është më rëndësi se lëvizja e gishtit të shahud. Edhe pse edhe kjo është pjesë e sunetit ta. A ka bëu gabim dikush këtë shkelje këtë drejtim? A është kjo diçka në shpjegim e sunetit? E urren sunetin? Jo vëllai, kjo është el muqaddim edhe el muakhir. Unë s'ja kam jap vlerën sejdës vëllai. As s'ja kam jap unë vlerën gishtit, as durve, kur shkafet. Unë po zbatoj një vlerësim të atij që ne i kam mësuar këtë punë. Ai el muqaddim ka kjo ka përparësi edhe el muakhir kjo ka përparësi. Unë s'e kam bëu këtë punë. Prandaj ne kemi nevojë të përmirësojmë këtë me el muqaddim el muakhir. A ka ardhur sahabia tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njëri i cili ka dashur me shku në luftë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Çka kishe jap ti sot? Apo veç me ne 2 minuta me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mësoj që në jetë jon, Allah më e kështu bëu shut, po në jetën s'po kemi që kreti kisha dhon. Veç me pa një herë atë. E lejmë me shku ti në luftë me ta, para mëna, ai pari komandant, ti ushtari i tij na atë. Kjo është nderi më i madh në botë që mund të përjetojë vëllai. Me shku me ndihmu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, mi dal përpara, mos mënon kurkush me prekas, me ngucas, kurkush me gjujtash, ti mi kon përpara ti na atë. Apo çka kishte bëu me këtë punë atë? Ti para mëna, çfarë fuqie duhet me anal dikon mos më lë me shkuç atje. Çka duhet mi thon këtë njeri? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanal me diçka për neve, po thon, për neve shumë e thjeshtë. Ama për ato që e një el muqaddim el muakhir, shumë rëndësi atë. Në ka ardhur njëri tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, gruaja jam është shikoj vëlla, çfarë? Ka gruaja jam është shkruar me shkun haxh. Nëse unë jam shkruar me marr pjesë në një ekspedit që ti e ke qenë në xhihad. 2 udhë ka qenë. Po, një grup ka pas Ebu Bekri në vitin e 9 Hijri, është nis me një grup të muslimanë për herë të parë me bu haxh. Ndërsa në anën tjetër i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka dërguar ekspedita që kanë pas probleme me fiset e rebelume. Ky s'ka dalë me shkuën haxh ky. Ka dhënë gruaja ka shkuar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shliju nga xhihadi e bë haxh me gruan tonë ata. Kjo është e pakuptueshme. Këto na se morën vesh. Se merr çuçi bien kjo punë vëlla. Unë më lën xhihadin, unë më lën këta në haxh, mos bëv të haxh, mos kof të haxh. Jo vëlla, kjo është el muqaddim el muakhir. Ai të kallzon në këtë situatë ku ti apo parësia apo. Ai që ti ka ja Rasulullah, unë jam shkruar me ty marr në luftë. Po prind dikon po kojn prind. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkon në Aleuliat, çuçi u kelshu, s'kam nevojë për ty apo. S'kam nevojë. Me pas lazëm edhe kur të kojn, edhe letran unë të ka se lazëm është feja për lip. Apo se lot e dikujt nuk na ndon obligimin. Po a kanë lot e prindve ka herë ndikim? Po kanë. E kur s'kan, el muqaddim edhe el muakhir. Ajt ka thënë kur ja përparësi prindve, e kur ja përparësi dikujt tjetër, ajt mëson jo ti vet. Nuk bëhet kjo punë në emocionale. Apo e këshyri aty një vida edhe krejt nuk ka dunja unë duhet më apo çështë. Po ka dalë Allah, el muqaddim edhe el muakhir. Ku të ka thonë me konti apo? Ku dush me konti? Prandaj ka pa edhe ku do të shkojsh Allah, kjo rregull ekziston kështu. Kur bëhet në organizim. Karrikat e para, e dyta janë të rezervuara. Edhe më dash mul çëruaj, çuvi këtu, ti s'po shemrin në filonit ta. Ti si e për to? Ani us po çes pesale. Po ulë 3 karika maratona valla. Po normale kjo punë. Janë për shembull, nuk mundesh ti me ul fëmijën sa të parë e ulemaja dynjes ku të gjojnë vend. Pasi i ka el muqaddim ka on që ta gjithë që do të mundj. Gjithë.
Tash ti kurse më thon dikush apëtan, apo pse hoxha gjithë mihrab më ungjë apëtan. Pse unë në herë s'dal aty apëtan. Po ti s'u ndal aty kur olla se diku el mukaddim i kanë çka del çdo. Apo ai imram ti vjen atë deli pari. Imram ti vjen ditën e xhumë hoxha më marr. Imram ti pikë xhamatit edhe përpara ju del. E pse ju del përpara? Pse el mukaddim ka thonë që ky është përpara. Ai vendos, jo ti. S'kam që punë me qef, as me bilete, as me shtyme. Janë do punë që rregullon, ka do punë që po, i ardh që atje rre. S'ki me mojt hyt be, apo? As i kur gjë, ku gjësh vën unë gjapën. Rregullon kjo punë, në situata të caktuara, dihet se si me veprova. Andaj el muqaddim dhe el muakhir thash, na rregullon gjitha këto aspekte që neve me drejt po na shkaktojnë problem jetën e përditshme. Prandaj me ditë besimtari ku e ka karrikën e vet. Ti ku dush mungjti? Apo ja me këshirë halon që atje du të mungjë. Në rrëvlon që atje, apëton, pe atje du të me ta mikrofoni, për me të ngu. Ta është dikush e ka të mikrofoni në dorë të folë, kur të krynaj, ta është rani ti e mendimin të nëpër. A jo, subhanallah el-Kerim, përzien njerë në do punë që asë ranin se ka i me folë. Qështë të këtë me kejtë parametrat me matë, hetë si bjen hise, a i me thonë të qka. Hetë si bjen hise. Andaj, përzimja njerëzve ignorantë, edhe jo kompetent, që të caktuara prishin punë. Shukë në çdo aspekt. Edhe në çështet e mdhaja familjare, ka një problem caktuar familjar, apo ata burrat kur mbledhen, si luajnë fëmijët, ai Sabia 2 vjet aty apo, edhe unë jam me mbiemën tu, këtu e kështu mirë me mangu mendimin mua apo. Valla ti 2 vjet i kiti, kur ti bëj 22 tani të vesëm ty. E bën shpejtonë çu ti. E po mirë kur i ar shpinë të neve këtu, e këtu a ka dikush i ka 2 vjet, dikush se 2 vjet a ka këtu? Po këtu ka njëjtë valla. Prandaj do të thonë që el muqaddim dhe el muakhir na mëson rregullimin e kaos në jetën e përditshme. Që është shumë i domosdoshëm, shumë i rëndësishëm. Këtë mëson çka fit më përparësi, çka është më e madhe, kur duhet më ngajt, kur s'bën më ngajt, kur është dikush përpara ti, kur dikush mas ti, gjitha këto që me çka duhet më marti, me çka s'duhet më marti, me çka mirësh, po më vonë pak, dikur më vonë. E kështu me radhë. Andaj el muqaddim na rregullon namazin ton, na rregullon agjërimin ton, na rregullon shpirtin ton me zemër. Sa smundje në zemën, nga lakmia, nga mendjemallësia, nga vetpëlqimi, nga smundje e ndryshme të shumta që e shkatërrojnë veprën. Jam prezant në zemër. E me to kur ki më marr vëllai. Kur ki më, që tash ti je në zonë. Je në zonë se tash duhet me gjyku ti apo punën e votimeve, punën e hyrjes në pushtet, punën e muslimanëve që po luftojnë dikun, tash je në zonë, e marr vesh, tash je bajg në zonë. E kur ki më marr me vetpëlqimin tën, kur I vjen vao, veç a bën me ditë, kur e ka ranin kjo punë. A në ranë herë heqa, s'ka ranë heqa. Rregullera në tënë Allah do punë tjera, pastaj vinë me ranë punë, vinë me ranë, zësë vjen, inshallah, ki imër, e ngritesh, e rritesh, e bidhnillah, wallahi ki mundësi që me shku bëjegin altë, ama duke respektu rregullën. Ama një njëri që, apo, artificialisht shkën klasë 8, ama sot I regjistruar diton në klasës 8, anë gjithë që në klasë 8, ti mush mundja ti si musafir, apo respekt, si fëmijë sjesin, ama mos e ngjevetë që shku në klasë 8 pse të lanë mundja të joptën. Apo ka ardikon e lanë, me thonë mendim ose ngam pa ka afron dikon, ai kujton që në klasë 8. Jo valla, veç merr të keq me çit për jashtë, apo se ti në klasë parë kon gjithë. Apo tash mos e keq përdor musafirllëkun. Prandaj duhet me ditë realisht ku je regjistruar. Në cilën ditar, ku thirret emri Allah, që dush me thonë këtu. Që thirret dikon emri, këtu jam. A nuk është mirë që gjithmonë më të thirrë emri, ka ti ku duhet e kur si e këtu. E atje kur thirret emri e këtu. Jo këtu s'kisha me konte. Apo angjet se më thon në shkollë kur të bën mungesa, I ke bë 30 mungesa, 40 mungesa, studi sa janë ato që s'bën mi bë. Apo edhe thosh po moroni më kon shkollë. E ku e kon shkollë? Resha me kurilin qëto. Po që si atë me let me ta, Allah. Apo se këtu kur stir, kur? Këtu kur stir, aje këtu, asi këtu. Apo të dush me kona atje, ku tir dikush, aje këtu, asi këtu. Ande dhe ti si musliman, e kini pozicion, e kini vend, ikun që tir dikush, aje këtu jam, në regull. A tirin gjithmonë klasë të para e këtu, ja, e ka një kohë caktume. Mas një kohë, tirin klasë 2, aje këtu, klasë 3, që shto shkon të rritë. Pse gjithkund që shtu të është apëtën e veç në islam është, si të hinjerin, fillimisht në doktoratur. Me herë, I ka lezu 2 libra, 2 hadithe, me herë është masteri shkencëve islame, ekspert për punë të këti dini apëtën. Qka të veç,
ta zgjidh problemin sahurat, kallzon kush është në hak e kush nuk ka në hak, kush ka deviju, kush s'ka deviju, kush ka rshit e kush është i shitun, kejt ai ti kallzon. Ti don hesapet me hak. Ja, taj s'ka batil, veç me hak, veç haku është tuapton. Andaj, që kjo është kaos, që kjo është fatkeqësia dhe faqezillëku që po na shkakton si pasojë mos njohës Allah xhallahu ala fillimisht se nuk njihet el muqaddim dhe el muakhir apo. E pastaj tjetër me rënë apo. Prandaj të rregullojmë jetën tonë Allah me anën e Allahut. As mos e rregulloj me mu, as me ty, as me ata. Hiç. As mos më mu, as mos nga ata ngoja Allah xhallahu ala, el muqaddim dhe el muakhir. Çito ngoja. Nëse Allah xhallahu ala i ka dhënë përparësi këtyre punëve, ku je ti përballë tyne? Çi kaq? Kjo është shumë e qartë. Kjo është shumë e qartë. A ka nevojë shumë studim me kuptu se a më rëndësi, a është më rëndësi apo rukuja, sikur se si ka lëvizja që të shohët s'po di ku më përparësi. Heq këto ulemat e dunjas mos i nga kërkon. E qartë është. Nëse s'bi në ruku çka bëhet? Prishet namazi apo. S'ka namaz. Nëse nuk e lëvizi girin çka bëhet? Sevapën e ki më të mangët. El muqaddim el muakhir. Tash kujt më përparësi? Halas po dëna? Problem pra. Do të më thyn foshnjore. Atë në foshnjore tani u mësojnë ant e djallta, e majta. Ajo shumë është e thjeshtë, po duhet më kallëzu dikujt. Çka është djallë, çka majt, nal çka është? Shumë është e qartë, po duhet më kallëzu. Ka situata kur më kallëzu çka nalt. Se se kupton me të nalt dhe poshtë din çka është. Prandaj kuptoj ku je edhe pastaj vazhdo me ndjekjen e procedurave normale për të ngritur. Kurse më tepër atë. Nga ndikimi e emrit el muqaddim el muakhir i tonë ndruar është gjithashtu në mësum se el muqaddim është ai që shtin përpara atë. Ai që çet përpara dikujt atë. Na nëse e marrëm globalisht pozicionin tonë në këtë umet, pe ashabëve deri në këtë kohë. Deri në këtë kohë. Numër sa deltin këtë umet? Jon kon 10 miliard muslimanë. Për shembull, po them kushtimisht, pejgamberi thon deri sot sa muslimanë janë me numra? 10 miliard, apo numër sa jetin këtë? Jo në aspektin kohor. Ja. Jo në aspektin kohor tham s'ka rëndësi të madhe kjo. Ai ardh në ahir zaman, ai ardh në fillim zaman, sa më rëndësi kur i ardhi. Në aspektin e pozitës tek Allahu xhallahu ala, ku jeti atë? Numër sa je? Sa do që tjetë numërit? Ma e menkat. Sa do që tjetë numërit? Le tjetë numërit 10 miliard. Le tjesht individi i mëram këtë umet. Kur kush nuk ka, mas të je. Ti i mëram ti. Si të këshërsh kur kush s'ka. Apo ti i mëram ti në saf. Emni Allahut el muqaddim të ushqen me inkurajm ki mundësi me shku i pare ati apëtën. Në qofë se ngën Allah në gjela apëtën. Nga se ka pas do tjerë shënkon saf, heq shënkon. E Allahu xhallahu ala kur e kanë ngu Zotin, i ka qitë përpara aftën. Ti si më katar se sahabët që kanë qenë aftën. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë bajë gjuna qartë ndajën kon aftën. Ball shirkun që kanë pas, ball idhutarin. Ball që kanë pas vrasjen si ujë me pi. Ball që kanë pas alkoolin pjesë përbërëse tjetës. Ai s'ka di ç'është ujë me pi Allah. Raki kanë pi. Sahabët. Ti para mëna muslimani mbo edhe kanë pi raki. Disa orë urni, fa hal antum muntahun, a penalni, e nalëm. Ti që dhe kam pi, para mëna. Sa që, do të thotë, një ajet që ka zbit, wala taqrabu s-salata wa antum sukara, mosu hini namaz duke qenë të dehur, ka arë si shkak i zbitës, se një sabe ka dal imam i dehur ka gabun Kur'an apëtan. Ti në qitë shkollë. Për kjo si bjen të ashtë, ja, fa hal antum muntahun, a penalni mu, a u bubal, i bjen tash na e nisëm për qësaj ajrit. Na nuk e nisëm për fillimit atje. Apo, pene ka hera, po ju gjithmonë. Jo, kur mos e peni mo, por ju është haram. Po du më thonë që kanë qenë din në këtë shkollë ka pas. Me gjithat, kur e kanë nalë, apo, kanë qenë mrapa. Po ku kanë ku savet? Pe kësa gjendje, të mjerushme, të mërshme, që kanë vërosë qikat përse gjalli. E kanë të rëshëgu grunë e babas, të paramënat mërë. U dek baba, edhe që kalon baba e kalon një sakis, një kalli dhe një gru. Këti ka marrë për vetë. Edhe gruja të rëshëgu. Që qështë kanë pas jetën? Audhu billah. Grunë e babës e ka të rëshëgu. Ka pas zina, të marëmense. Mirë po, kër i ka thonë Allahot kur mo. Apo?
bajegi çaq fort I kanë thonë, apo që I ka qitë Allah xhela nga fundi I shoqërisë në fillim të shoqënisë atë. S'ka pas ndoshta në disa gjenerime më mbrapa sa ata. Mirë po el muqaddim I ka vendos në fillim të shoqërisë. A ka dikush më mirë se ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Nuk ka vëllai. Andaj mosu zhgënje, mosu dekurajo, na që ku jem, wallahi nëse ngan el muqaddim, e respekton agjendën e el muqaddim, të përmirësimit, të rregullimit, të mësimit, të edukimit, e respekton, shumë shpejt kime kalu safa, shumë shpejt kime kalu numra, shumë shpejt kime ecë përpara me lenë Allah të mëndum. Nga se tek ashabët I vonuari ka ardhi pari. Ka ndodhur kështu, apo? Edhe tek ne, ka mundsi njëri I cili, ndoshta, vonë është kyç në Islam. Vonë ka I në namaz. Ka kalu një jetë nështë jo si duhet, jo në përputhje me kënaqësinë Allah xhallahu ala. Mirë po, kur ka fillu si burrat. E ka ngu Allah xhallahu ala, e ka ngu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka mësu, është angazhu, është përpjek. Allah xhallahu ala nuk ja u mund në skujt atë. Prandaj kur të lexosh ti për jetën e sahabeve, kur të lexosh ti për jetën e tabiinëve, jetën e selefit përgjithësi, jetën e burrave të mirë, çysh kanë kontribua ata, qysh kanë sakrifikuar ata, qysh kanë dhënë ata. Ti çuditesh, subhanallahu, qysh kanë bërë kështu. Dije se ata këto e kanë bërë me emrin el muqaddim. Edhe ata janë kon dikon përmas I ka vendosur Allah përpara. Edhe ata keq kështu kanë ndodhur. Kur kush sukon gjithmonë përpara. Kur kush por Allah xhallahu I ka vendosur. Andaj emri el muqaddim nga njëra anë është tepër shpresdhës për neve, se sado që të jemi të vonuar, sado që të jemi mrapa, në qoftë se respektojmë një agjendë caktuar, Allahu el muqaddim nga fundi na qet përpara. Mirë po, emri Allahu el muakhir nuk lën gat më gëzuar. Në të kuptim negativ, apo më shliru. Domthon, Allahu kur dan, unë po rrish, më dash Allahu, më çet ma alimin matematikë. Po vallahi, a ka mundsi Allahu xhallahu në gjumë në ndor ta bën ilmin, quhesh në sabah alimin, ka mundsi ka Allahu, po se bën kurr. Apo se nuk e thënë Allahu ligjin e tij atë. Se ligji I Allahut është mundi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka vahi, po ai s'ka lezu kur, s'ka kaluaj natën të lezu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo s'ka pas, s'ka as me lezu. Mirë po, çai vahi që ka për zgatshmi, dia, apo ai ka kallaj ka vështirë. Shumë vështirë kon apo. Edhe pse I ka gatshëm, Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot djersitej edhe pse ishte dimër, nga sikleti I madh atë. Kur ka zbi surja Nisa, pejgamberi sa ka qenë deve, kanë sharruar këmbët e devës deri në fyt nga pesha e rëndë të surës Nisa që I ka zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kanë vënë sahabët me xhlis se është shtrëngu edhe një gjendje posaçme e jashtëzakonshme e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është duke I zbritur diçka, le të rahat para. Ilmi nuk është I lehtë, dia nuk është kallaj me marrë atë. Edhe kur është vahi është e rënë atë. Edhe kur është shpallë nga Zoti është e rënë. E lëre më kur duhet ti më e kërku, me lyp kushte me lezu sa është e rënë atë. Nuk është kjo punë e lehtë, por megjithatë kush angazhohet, kush përpjeket, Allahu vendos përpara. Kush angazhohet, mirë po, kush nuk angazhohet, kush e lën me stazh, me vjet, apo mendon që sa më shumë stazh namaz, çaq më shumë dije ka. Unë që 20 vjet falna, edhe s'pedi këtë hadith ti pedën apo. Wallahi edhe 200 vjet më fal, nëse s'ngan ligjërata, edhe nuk lën çka duhet, ti ikin hadithet apo. Ti ikin hadithet më të njohura që nuk i të njëri. Pse? Pse ki mundësi I e kon dikur në saft parë, po se ke majtë safin, apo se ke ngu el muqaddim çmës përpara, të ka qit el muakhir, mrapa, I e të nxon udhën dikujt atë. Prandaj el muqaddim është shpresdhës, po el muakhir ta treg vërtetën. Kujdes se sahora jeti mramti. Sahora apo edhe pse kon haxh, edhe pse kon numra, edhe pse falesh pe 90-ave, pe 70-ave, pe 30-ave, kudo që të falesh, mundesh me kon bagi mrapa. Mos më kon bagi mrapa se el muqaddim të ka kallzu që shkot përpara. Se ke ngu, tash el muakhir thot pak më naton atë. Pak më tutje që veç pak atë. Prandaj duhet ta kuptojmë se edhe mundë me shku mrapa, por edhe kena mundësi me të marrë mes përpara atë. Dhe dobia të rrezë këtij emri apo ndikimit të këtij emri el muqaddim edhe el muakhir është dhe ndruar se edhe ky emër na me kuptuese Allahu xhallahu pas ka dy emra. El muqaddim apo që them ai që të vendos përpara, ai që të shtyn përpara, ai që të vendos përpara, por edhe ai që të lën mrapa, edhe të vonon. Apo e nuk ka emën të Allahut el për shembull domthon emri I Allahut
përpara dhe mbrapa dhe emri i Allahut midis. S'ka. Çe më kuptu se këta dy emra të Allahut ta mësojnë një ligj në jetë. Një ligj që Ibn Qayyim rahimullah ka thonë është një ligj, për ligje më të rëndësishme për besimtarin në jetën e tij. Cili është ai ligj? Se nuk ka ndalje në rrugtim drejt Allahut xhallahu ala. Nuk ka. Me thonë për shembull unë një 3 vjet tash po pushoj. Po pushoj se bajegi do dersi kungu, bajegën tash po pushoj. Ka thonë Ibn Qayyim rahimullah se emri i Allahut al-Muqaddim edhe al-Muakhir t'jap me kuptues ose kimi jes përpara ose kimi shku mbrapa. Ligji i Allahut në ecje drejt tij nuk nje status quo, nuk nje gjendje statike, s'lëviz hiç. Nuk ka. Prandaj ata që nuk mësojnë ditë për ditë diçka, ata që nuk e përmirësojnë adhurimin në diçka çdo ditë, ata që nuk shtojnë ndonjë adhurim në jetën e vet, ata që nuk luftojnë kundër nivesit të tyre në jetën e vet, ata që nuk e largojnë ndonjë mëkat nga jeta e tyre, ata që nuk bëjnë diçka nga këto, nuk janë produktiv në jetën e tyre të përditshme, çdo ditë kanë nga pak sa më rëndësi, por gjithmonë kanë produktivitet të vazhdueshëm, këta gjithmonë shkojnë mbrapa. Bin, nga se rruga e Allahut xhallahu ala është e tillë. Apo ose kimë shku të nalt mungjit, si të nalësh shkon mbrapa. Me herë shkon mbrapa. Nga se Allahu thot liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Kush don për juve me ec ose kush don për juve mbrapa me shkuapën. Nuk ka më ne çitopën. Nuk mund me nxon një vend që tu vend jam edhe një 2 vjet mos më nguçut ja s'ka. Ki me lëviz. Nuk lën ligji Allah me kon gjithmonë në vend. Lëviz hallku. Lëvizin ata që e kanë marrë emrat e Muqaddim ecën përpara, ata të lëvizin. Ata të lëvizin. Nga se ecën përpara. Ose ti shkon vazhdimisht mbrapa. Prandaj lëndëruar të shikojmë jetën tonë, përshmërinë tonë sot për shembull. Sot elhamdullah, jema përpara me një emër të Allahut, me 2 emra të Allahut, me disa kuptime. Kes përpara. Mas të dersi as përpara me namazin e drekës kur e fal pak më kualitativ se sabat. Kes përpara në kualitet në cilësi. Andaj gjithmonë çdo ditë le të jetë ditë që ti mëson diçka të re, të bën diçka të mirë, largon diçka të keqe, i ndihmon dikujt, le të jetë gjithmonë jeta jote ajo që ec përpara, shtyn përpara. Gjithmonë. Dhe njerëz që nuk të kanë pa, ndoshta një muj ditë vrejnë dallimet në lloje, a mos them ata që të kanë pa që 5 vjet e që 10 vjet e kështu me radhë. Prandaj të ecim përpara dhe të jemi gjithmonë në shtim e sipër të veprave tona të mira, nga se jeta nuk na lejon që të mbetemi statik në një pozicion caktuar pa lëvizur. Ose kena mes përpara, ose kena me shku mbrapa. Por shiko me çka po shkon mbrapa dhe shiko me çfarë po shkon. Me çka po shkon përpara dhe me çka po shkon mbrapa. E për këtë duhet të referohemi fjalës së Allahu xhallahu ala, edhe hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku Allahu ka përmend se për çfarë arsye do rob i ka shtyr përpara e për çfarë arsye do rob ka mbet mbrapa. Pse? Pse këta ka shku përpara? Kudo që Allahu në Kur'an ka përmend ngritjen e dikujt dhe përparimin e dikujt dhe zhvillimin e dikujt, kudo që kët Allah ka përmend, se ka përmend me emra, as me ngjyrë, as me racë, as me vend, as me kurrë. E ka përmend në bazë të veprave të caktuara dhe cilësive të caktuara. Qyre, pse që ky u shku përpara? Po shku pse që të e ka po. Pse që të Allah e ka vendosur këtu? E pse që ky po e gjithmonë përpara? E pse? Po qyre çka u të buaj? Nuk ka për shkak se u tu rrit fizikisht me trup, as se është tu trash, as se është tu të hullu, ja, është për shkak se është i bude punë caktuar, edhe po ec. E pse kjo mbet mbrapa? Vallahi veç për shkak se ka bëu diçka. Ose s'ka bëu diçka duhet me bëu. Veç për çita. Se kur s'ka mos i kërkon me qit përpara, as kur s'ka mos i kërkon me lë mbrapa. Këtë ka në dorë el muqaddim dhe el muakhir. Ai e bën këtë punë. Ai e bën dikon me shku përpara, ai e bën dikon me shku mbrapa, ai e bën dikon me kon me një yll, tani me bëu e bën për mbrapa, dikush është i panjohur komplet del përpara el muqaddim dhe el muakhir. Dikush investon ditë për ditë, dikush ec përpara, e dikush flan se e konservon lepër, thotë unë kurdo që çone ka përse breshka sa thon. Po veç breshka ka pa ti flaj, ai amrin para të japën. Dhe kjo është shembull shumë adekuat se njerëz që ecin ditë ka pak mrin dikur. Ata që kanë vetbesim në inteligjencën e tyre, kanë vetbesim në fuqinë e tyre, kanë vetbesim ka me i tradhtu kjo ata. Ka me i tradhtu kjo. Kab ibn Malik, sa i ka kushtuar mos shkuarja, se u vonu. Kab ibn Malik ka qenë sahabi i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirpo,
e ka godit emrin e Allahut el-Muakhir. Pse? Pse se ka shuzu emrin e Allahut el-Muqaddim. E ka hap mundësinë pejgamberit sa të mu regjistru për luftë kush do me shku. Me te, do të thonë në Tebuk, larg, 700-800 kilometra në kom me shku, në vapën më të madhe, ka qëllu në stilin e verës. Edhe ai ka thonë, dhe të bon këta gati, dhe të ndjedhen këta une, kur do kodin zoptën? Ai po thirr pejgamberin sa klamranu, hajdeni, bërni, sjellni, organizoni, përgatituni, ai po rrin. Po kjo është për ata që ju vijnë 3-4 sa më bogati, ju duhet më mbledhë, unë kur do që nisë në zoptën. O nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe Kabet pithat el-Muqaddim. Bënu gati me koni atje përpara. Ai praktikisht çka po thot, edhe munista me mri në periferit Medinës unë në zoptën. Edhe kanë çlirave. Ata kanë ka edhe pak më shku unë në zoptën. Derisa është vetë ka dal, ai tash në shkollë shumë. Tash edhe më bëmi u fluksin në zonë. Edhe ka mbet Medinë atë. I ka kushtuar një neglizhencë. Unë i fortëm, unë i kam mundësit, unë e di. Unë thot dikush, një vjet unë e libën se prej keq. Për da, le të lexojnë ditë për ditë, opet një tjena. Jo vallahi, s'ki mundësi me kon. Mos llogarit shumë në inteligjencën tonë, se shumë i më që më jap. Mos llogarit shumë në fuqinë tënde, mos llogarit. Nga se llogarin duhesh me bë sa po bën ditë për ditë. Çaqi për para apo. Mi po më thon unë rri për sonjti. Edhe nga dikush sa don, unë kur të mtekat unë çon edhe nzo, kjo s'ndodh në udhimin e ahiretit korruptor. Nuk ka mundësi më ndodh. Nga se Allahu xhallahu ora nuk ka humb mundin e bamirësave. Ata që munduan, nuk ka humb Allahu xhallahu ora mundin e tyre ato. Prandaj mos e nënvlerësa asnjë shans që ti për më mirë. Dhe mos ke besim të tepruar në veten tënde. As në inteligjencën tënde, e as në fuqinë tënde, e as në mundësitë tua, e as shoqërinë tënde. Por sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ista'in billah wala ta'jaz. Apo bështetën Allah xhallahu ala, kërkoj ndihmën e tij, e mos u trego neglizhant, e dembel, e përtac, e mos u tregoj pa aftion e smoj e as përpara. Me lejen e Allah xhallahu ala, vallahi ki mundsi shumë gjëra me arrit apo. Shumë nga dietarët që Allahu ka mundsuar me arrit punë të mëdha, me i papyet në fillim. Ata ka marrë mend që bashkë ka shumë ka pas mundsi me arrit, kur s'kish pa me besuar. Kur mirë po, me mbështetjen e Allah xhallahu ala arrin do punë që për fillimin të parritshme, të pakuptueshme, por nëse njëri es dal ngadal, gjithë po ka pak, me lejen e Allah të manduar arrit shumë. Ndërsa nëse vonohet e ta ndon për një armë në zonë kret është e pamundshme. Për këtë arsye, el-Muqaddim edhe el-Muakhir na mësojnë se duhet të jemi gjithmonë në lëvizje, gjithmonë kërkim të dobis, gjithmonë ecje përpara. Përndryshe jemi duke shku mbrapa, jemi duke u smbrapsur, edhe jemi duke rënuar edhe atë që kemi bërë më herët me neglizhencën e mos ecjen tonë. Ndikim tjetër që mund ta përmend te emri Allahut el-Muqaddim el-Muakhir thash edhe në aspektin kohor. Allahu xhallahu ala vendos çka do të ndodhë në këtë kohë përpara e çka do të vonohet prej zhvillimeve dhe ngjarjeve. Kjo vlen edhe në rrafshin individual tonë ndërruar, po edhe në rrafshin shoqëror. Në rrafshin individual për shembull, një njeri i smut është vonuar shërimi. Njëri ka prit më ndodh sot, Allahu të jam as në 2 javë që na mëson. El-Muakhir e ka vonu shërimin një 2 javë me urtësinë vet. Ai e din se a duhet me el-Muqaddim me kon për shërimin tën përpara me të ardh apo el-Muakhir më në fund apo. Por ti dije se dikur ka marrë ose el-Muqaddim ose el-Muakhir dikun këtu sillet vendimi për ty apo. Me lejen e Allah të manduar. Gjithashtu rrezikun nëse vonohet çka do qoftë, apo dije se është duke vonu dikush për shkak se ai e din më mirë kur është koha marr. Po flas kur na i ndërmarrim sebepet e duhura për të qenë më ndryshe, por nuk është më ndryshe. Apo e atë dije se vonesa e ka një kuptim, vonesa e ka një urtësi, vonesa e ka një mesazh që na duhet me lezu drejt atë. Edhe fitoria e muslimanëve në vende të caktuara e u bë shumë breja, çka u bë kështu të këtë është në kontroll. Këtë është në kontroll të atij që është el-Muqaddim edhe el-Muakhir. Apo ndoshta për neve është vonu pak, por Allahu e vonon për arsye të caktuara.
Allahu e vonon për urtësi të caktuara. Allahu e vonon për shkak se dëshon të arrijë të fiturë dhe hala të tjera më të mëdha para se me u arrijë kjo. Allahu don që dalin shesh do gjëra të tjera që nuk kishin me dalë me parë kjo përpara. Apo andaj I vonon do procesi Allahu xhallahu ala. Vonimi I tyre thash bëhet në bazë të urtësisë, sa ajo është el-muqaddim edhe ajo është el-muakhir. Ai e din çfarë ngjarje duhet më ndodh tash, e cila ngjarje ka më ndodh më vonë. Ai e din sa do të vjen tash ty smundja apo do të vënohet shërimi I saj. Ai e din sa do të vjen tash përfria apo do ai e din. Allahu xhallahu ala din këtë. Mirë po njeriu që dëshiron që ajo që I ka ardhur, ta ruan dhe mos të vënohet më kurr dhe mos të humbet I kurr apo le ta shfrytëzon atë begati, atë mirësi që Allah e ka sjell, sikur që Allahu don. Atëherë gjithmonë në raport me këtë rrobë do të jetë emri I Allahut el-Muqaddim, apo e jo muakhir, nuk do të vënohet kurr. Tafsiri I Shamut nuk ka për këtë apo. Transmetohet se një djalë ka ardhur tek Musa alayhis salam. Edhe I ka thonë, lutë Allahun të më bën të pasën. Ka qenë djalosh I ri apo. Ka thonë Musa alayhis salam, apo ki qef pasuria me tarë në 30 vjet e para të jetës, anë 30 vjet e fundit, apo don me el-muqaddim el-muakhir, ku po ki qef me tarë? Pasuria me lutë Allahun për këtë. Ka thonë duan fillim, çfarë duan çfarë bëhet, pleqnia, jam gjallë, as jam gjallë, 30 vjet e para. Që to 30 vjet e para që I kam, lutë Allahun me tu si pasaniku më I madh. Si mas miri. Se ka pejgamberi ka kërku që në pleqërimi o rrisku, ma mirë se në rinia, se në pleqëri duhet ma tepër. Apo, kur të lenë, s'ki fuqi me fitu, djelë angazhimet e veta, bab në ba halal, dhvin me pas, për atër pak ma sigurt. Dhe pse kjo nuk duhet me konë në kuptim të panikës, apo, se aj që të ka furnizun në rinit, furnizun në pleqëni, po e kalut, dëmon, pejgamberi sa Allah në Gjellewala që, do të tëtë, në pleqëri, Allahu xhallahu ala ta ruan nga çdo gjëra që ndoshta njeriu në rini e malet I te kalon ato. Sidoqoftë ky I ri ka kërkuar që kjo kërkesë bën Allahu xhallahu ala të realizohet në pjesën e parë të jetës së tij. Dhe e ka lutur Musa alayhis Allahu xhallahu ala që el-muqaddim t'ia përshpejton rregullimin e gjendjes materiale në jetën e kësaj bote, në 30 e parë të jetës së tij. Dhe Allah xhallahu ala transmetohet se ja ka rrit pasunin, ja ka shtu bereqetin. E çka ka bu ky? Ky me keq që Allah ja ka jap, apo ka fillu edhe fukarat tjerë me I pasunu apo. Do të thotë ka qelë Allahu këtij, ai ja ka qelë tjerëve. Për shembull, në këtë biznes e ka qelë, I ka inkuadruar dy të tjerë. Ja u ka qelë udhën tjerëve. Këtë i ka bënë biznes caktuar për me shurut smuret. E ka bënë biznes caktuar me ja qelë për shembull njerëz që kërkojnë dije. Andaj me pasuri që Allah ka jap, ja u ka qelë tjerëve. Derisa kanë kaluar 30 vjet. Kur kanë kaluar 30 vjet, Musa alayhis salam ka pritë që tashti fillon mira puna. Tashti ti na morë 30 vjet e para, apo edhe po shkojnë 31, 32, 35, këti Allahu specifikohet më tepër. Apo edhe I ka thënë Musa alayhis salam Allahu ta zgjat. Ja Rabbi, të kum lut për 30 e para, apo nëse kanë kaluar tash 32-ta që realisht apo ku ka thënë tash në këtë dyshin, le të kthena që shumë kon. Ka thënë Allahu xhallahu ala Musa alayhis salam. Apo unë ja kom hap një derë që ai me te u ka hap 10 të tjera. Apo andaj përderisa ai e hap të tjera nuk mund unë me ja mbyll derën tëm apo. Sham shëri derën tëm unë ai sa pe çel tjerëve. E t'ja kish mshël ai tjerëve, ja kisham mshëlën tëmën. E na marr vesh 30 ta mshël apo. Ama përderisa pe çel tjerëve, ja çel tani nuk s'ka këtu numër. 30 vjet, 300 vjet s'ka më këto. Pse? Pse el-muqaddim apo ta kap një shans më u dëshmu. Qofse e dëshmu, të mund gjithmonë muqaddim. S'qet muakhir kur. Ama diko ka njerëz që ka shansën me kon muqaddim, me kon të parë, me kon fillim, me pas rastin, por se u kanë qel dy tjerëve, ja u kanë shel dy tjerëve. Se kanë rujt që duhet, apo ata Allah I ka thonë stazhet ka përfunduar, penzi, pak pa përmas ata. Përmas do të më shkoj diku rrugë të tërë. Ama dikush që me ato vjet e para, që Allah ja ka mundësinë me u dëshmu. Qoftë ndije, qoftë në angazhim, qoftë sakrificë, qoftë pasuri, në çka do qoftë. E ka shfrytzuar rastin që t'ia shton jetën vetes së vet për hajër për të mira, nuk jam shëll derën e halit kur kërkujna ata. Allahu xhallahu ala nuk jam shëll derën kur kërkujna. Mirë po, nëse njeriu jam shëll të tjerëve, edhe aty Allah jam shëll. Ball 10 vjet zyn mo. Ai na morr vesh kaq 30 vjet, a ke lyp 30 vjet, 30 e kia ata. Mirë po përse ja çel të tjerë rrugt, ja çel Allah edhe më tepër.
e qira Allah xhallahu më tepër. Prandaj subhanallahu, kjo është në çdo aspekt vallahi, çdo aspekt. Edhe në aspektin e dijes. Ai që don Allahu më aqel kuptimet e shumta. Dhe Allahu don ai që don Allah me vazhdu, me i dhon, me kon gjithmonë muqaddim përpara me dije, apo le të uqel tjerë me dije, gjithmonë Allah ja qel me dije. Ai që se qel me dije, se qel me ti me dije, el muqaddim fillon me qit pak më mbrapa. Ai që e ka përdor Allahu xhallahu ala, e ka vendosur në fillim tek çështja e dorëdhënies, apo e ka bëu shembull në fillim për me jap, e ka qit përpara. Nëse vazhdon me bëu kështu. Edhe qelet më tepër dyr, kurse i ka Allahu se ndron. Sikur ti punëtorën e mirë ndron herë. I mirë, gjithë i mirë. Ti lutesh natën që Allahu xhallahu mos më ta ndrua. Se punëtori i mirë. Andaj Allahu kur e ka një argat të mirë, një punëtor të mirë, që i kryen punën çu duhet, pse më çit pi punë? Mban punë. Ama kur nis punëtori apo me lut besht, e më vonu, e me fillu me dhon propozime shefit, apo e me bëre besa me kërku hise, thot. Ta është e këtë provë. Edhe që të puna. Edhe Allahu xhallahu ka argat që i angazhon me el muqaddim. Po nëse nuk bën tërbije me el muqaddim, ka el muakhir i çet në saf pak më mbrapa. I çet pi punë, i degradon. Pin shef i bën në punës. Apo pin në punës i bën pasrus. Pi pasrus pa poshtë, his mervesh e çet pi fabrike komplet. Që është të puna e punës për këtë dinë atë. Andaj nëse Allah ta ka dhënë pozitë, apo ose nëse don me e ditë, sikur se ka thonë Ibn Jauzi rahimullah, nëse don me e ditë pozitën që ki tek Allahu, kush e mund të Zoti xhallahu ala, a jam muqaddim, a jam muakhir, ku jam? Këtyren çka ka përdor. Në çfarë punë ka vendosur Allah xhallahu ala? Apo nëse ka vendosur përpara ndo punë, apo je përpara ndo punë, je në ballimin e disa punëve, apo je në udhëheqjen e disa punëve, dije se Allah xhallahu ala po të provon këtë punë. Nëse këtu je i suksesshëm, apo çon pak më lart. Ama nëse këtu dështon, shkon mbrapa. Prandaj Allah xhallahu ala bën diçka të përpara, bën diçka të vonuar, thash pikërisht për shkak të urtësisë së tij. Andaj vonohet ndoshta nga një shërimi, vonohet nga një rrugdalja, vonohet fitoria, vonohet diçka për punë të mira, mi po gjitha këto janë për shkak të urtësisë të madhe të Allah xhallahu ala. Prandaj bëhu Rabbi Allahu azza wajal i përkushtuar atij, bëhu Rabbi Allahu të falendërues dhe mirënjohës, qoftë jesh në fillim apo qoftë jesh në mes apo qoftë jesh në fund. Kudo që të jesh, bëhu Rabbi Allahu xhallahu ala. Mos e kushza të qenit Rabbi mirë veç nëse je përpara. Apo veç nëse ndjen çit pozitë, unë di me falënderu, di me kumburri mirë. Me bëmë mirë piktuit, baja gjitha një keq di më bëmë. Jo, Rabbi Allah të bënë kudo që t'jesh. Kudo që t'jesh. Pra nështë kur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se sarab i mirë është ai njeri i cili, apo, in kane fil muqaddime, kane fil muqaddime. Qofse ly puna me kon fil muqaddime përpara, çatje e gjon. Po in kane fis saqa, kane fis saqa. Qofse ly puna me kon besht, çatje në besht e gjon. Apo ku të ly puna, kudo që ai është, se mund të kontribon, mund të bëhet i mirë, çatje e gjon apo. Ama nuk e kurzon kontributi me muqaddime, e me kët, me fillim, e me kry, e me ballin, por kudo që e kërkon puna, kudo që ka mundësi të kontribon, ky musliman bën hajër apo. Qase kjo është ndikim i rëndësishëm i emrit të Allahut el muqaddim edhe el muakhir në jetën e padëshme të muslimanëve. Dhe për fund që dua të them, lidhe me ndikimin e këtij emri i ndëruar në jetën tonë të përditshme është që padyshim sa ajo që filluam me të dua ta mbaroj me të se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me emrat e Allahut el muqaddim edhe me emrat e Allahut el muakhir ka kërkuar falje mëkatesh. Andaj ne për këtë duhet me nxjerr një dobi të madhe. Edhe pse thash, këto dua dojnë shërim me koment bagi ma djon, çdo shprehje që e ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka një urtësi të madhe pse e ka përdor. Mi po vetëm disa dobi lidhe me emrin Allahut el muqaddim edhe el muakhir që e ka përdor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kuadër të lutjeve kur ka kërkuar falje. Ne kemi bërë mëkate të kaluara Allahut, çdo kush prej neve. Dje ka bëu par dje, par çdje para një vite, mëkate të caktuara apo. Qoftë me zemrën e tij, qoftë me gjuhën e tij, qoftë me sytë e tij, qoftë me veshët e tij, qoftë me durë, me diçka që bën në shkel, në një mëkat. Ka si mi njerëz gabojmë. Apo mirë emri Allahut el muqaddim ta kujton se a din çka ka ndodhur me të kaluarën tënde, ajo që muqaddim, ajo që ka shku, apo a ke kërkuar pendim kualitativ, cilësor, a e pendu tek Allahu që duhet, apo dhe gjithashtu el muakhir ta kujton te kërkim falja se a thua vallë çka do të bëhet me mund të ardhmen? A do të bëj përsëri mëkat çfarë kam bë? A do të rrshqas përsëri ku kam rrshqit? A do të gaboj përsëri ku kam gabu?
a do të devijoj përsi ku kam qenë devijuar? Nuk e dim. Nuk e dim të ardhmen. Por ne duhet që t'i drejtohemi Allahu xhallahu ala, ai që ka të kaluarën tonë, edhe ai që ka të ardhmen tonë, që të gjitha këto t'i bën Allahu xhallahu ala të mira të dobishme për ne vetëm. Prandaj ka kërku falje për të kaluarën e për të ardhmen. Sikurse kanë thënë dietarët, besimtari është mes dy frikave. Ai është mes, ndërsa dy frika gjithmonë e shoqërojnë. Çfarë ka bërë Allahu me të kaluarën apo dhe çfarë do ndodh me mua në të ardhmen. E kaluara ndoshta shpresojmë që na është fal. E po për të ardhmen çka do të ndodh me neve nuk e dim. Andaj gjithmonë timi rob të Allahu xhallahu ala. Mos na kap vetë pëlqimi. Unë një herë gaboj, tani mo, wallahi edhe 100 herë ti gabon. Nëse Allahu nuk truan, që nuk mbështesh në Allahu xhallahu ala, që nuk i respekton mësimet e Allahu xhallahu ala, opet kimë gabon. Ti je njëri, ti gabon, ti rrshat. Din me kon në çështë situata ku smush mbrojt. Vën që Allahu xhallahu ala truan ty jap. Prandaj sa njëri ka qenë larg shumë për zinos ka bozino. Largun, kur farëdhon s'ka posëç. Shumë larg kon, edhe ne udhë billah, çusha ka gjet, a çush ka rënë atë. Ka pas njerëz që kanë qenë, në kanë qenë, po janë rrutë atë. Sigurisht Yusufi alayhis, apo? Gjitha rrethonat i ka pas me bozin atë. Gjitha i ka pas. Madje nuk rrallë herë ndodh, ndoshta nuk ndodh bashkë ashtu që tek një njeri të krijohen rrethona të tilla komplet që lehtësojnë amoralitetin. E po edhe nuk ndodh që dikush fuqimisht me refuzu për kundër rrethonave, sikur që ka bëu Yusufi alayhis. Pse u koni fort me muskuja? Jo valla, për shkak se Allahu ka thonë, o kon rob i sinqert e kanë pështu, se lojm të pastrit me undyt, na ruajmë atë. Andaj që ruhet gjithmonë dhe kujdes me koni ruajtur në fjalët e tij, në shoqërinë e tij, në ndëjat e tij. Kudo qoftë, ai ruhet, kujdeset, wallahi Allahu ka më ruajtur shumë fesh më tepër. Po ai që nuk ruhet, apo gjuhet çatje, rrezohet çatje, po kia dy herë tu gjuhet se thën dorën, me gjën e tretë thën kryt. Apo pse u gjujse? Ec mirë, mos u gjuj, pshtan. Ama hajt po gjuhesh në sasrok, hajt që të portullona në sasrok. Hajt po kse pikatit 10 në sasrok. Allah. Mos më kështu njerë me mrekulli, ka njerë, kam qi pikatit 7, veç një kohë me ka thuj, ka pështu. Po ka të pikatit pare, kanë thuj kryt. Apo ani mos bëk si eksperimente, nga se mush me psu keq. Por, mbështetu, te el muqaddim edhe el muakhir. Lute për ato që kanë kaluar, Allah me t'i fal, dhe me truhet nga pasojat e tyre, dhe për të ardhmen, ndërtoje me të tashmen. Apo, qysh e dim se, qysh ka me kone ardhmja? Në bazë të tashmës. Qysh je sot, qashtu ki me kone nesër me lene Allah Gjellewala. Sot je i mirë, sot je i dobishëm, sot je i devatshëm, sot je i shoqit mirë, me lene Allah gjitha këto e në shenja, se nesër ki me kone edhe ma mirë. Por sot je keq, nesër ki me kone edhe ma keq. Për shkak se çdo ditë ta sill ose të mirën më tepër ose të keqen më tepër. Prandaj ky është një kuptim i rëndësishëm që del nga emri Allah xhallahu ala el muqaddim edhe el muakhir. Allahu na lut që Allah të na i falë mëkatet tona të kaluara, të tashme dhe ato që eventualisht mund të bëjmë të ardhmë nga si njerëz, të gjitha Allah na i falë. Dhe Allah na ruaj nga pasojat e këqija të mëkateve tona. Allah na i falë sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato që e dimë dhe ato që nuk e dimë, ato që e publikojmë dhe ato që e fshefim, ato që e bëjmë në qetësi dhe ato që e bëjmë në mas, ato që e bëjmë me tallje dhe mahi dhe ato që e bëjmë për një me, gjitha këtu dhe këtë ato që Allahu xhallahu ala din më mirë se na kushim na çka kemi bërë, gjitha këtu Allahu na i falt të kaluarat dhe të tashmet të ardhshmet, nga sa ajo është el muqaddim dhe ajo është el muakhir. Me kaq po i do fund për këtë takim për sot, shpresojmë të takohemi në takimet e radhës.